Në ditën ndërkombëtare të miqësisë, Bashkia Korç, e mbështetur nga UNDP, World Vision, Misioni Emanuel dhe Fondacioni Kennedy, me mjediset e Parkut Rinia organizojnë një aktivitet gjithëpërfshirës të quajtur Kampi Veror Miqësia. Sapo kemi filluar kampin veror të fëmijëve, që tashmë është kthyer në një traditë pasi është viti 6 që ne këtu në Parkun e Bukur të qytetit mbledhim gjithë fëmijët e qytetit për të krijuar atyre mundësinë të kalojnë në mënyrë edhe edukative, edhe të çlose pushimet verore. Ky është një kamp gjithëpërfshirës, një kamp ku gjen të luajnë edhe të mësojnë së bashku fëmijë nga gjitha komunitetet, nga komuniteti rom, egjiptian, nga pjesa tjetër e shoqërisë, por edhe fëmijë me aftësi të kufizuara. Ka patur një impakt jashtëzakonisht të madh për të kultivuar tek fëmijët ndjenjën e bashkëjetesës vëllazërore, por edhe ndjenjën humane dhe njerëzore të ndihmës të një njeriu i cili është në nevojë. Duke kultivuar këtë frymë që në fëmijëri, ne mendojmë që kontribuojmë për të konsoliduar një shoqëri më të fortë, një shoqëri më europiane, një shoqëri më të emancipuar. Unë gjej rastin të shfrytëzoj ata shfrytëzoj rastin për të falendëruar ata pa të cilët ky aktivitet për vite me radhë nuk do të ishte i mundur. Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, PNUD-i, Fondacioni World Vision, Fondacioni Kennedy dhe Fondacioni Emanuel, padyshim edhe Bashkinë Korç, është një rrjet partnerësh tashmë i konsoliduar që mundson nga viti në vit qindra fëmijëve të qytetit t'u ofrojë këtë mundësi të mrekullueshme. Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 100 fëmijë të moshave të ndryshme. Pjesë e tyre ishin dhe fëmijë nga komunitetet rome dhe egjiptiane, si dhe fëmijë me aftësi të kufizuara. Qëllimi i këtij aktiviteti është që fëmijët të njohin njëri tjetrin dhe të çmojnë vlerat, kulturën, traditat e të gjitha komuniteteve në qytet. Gjatë këtij aktiviteti, fëmijët do të argëtohen dhe mësojnë nëpërmjet lojrave të ndryshme. Kampi veror, i cili tashmë është kthyer në një traditë në qytetin e Korçës, do të zgjasë për 2 javë. To barodi vej to mashkar Temut Nengo, ando dostipe, amari komuna Korça ti kooperacja UNDP Asar, World Vision, o Misioni Emanuel e mi Fondacja Kennedy, që yek aktiviteto e maksimensar kato komunitetja ka isi amaredizate. Amaroshe rutno e komunako o niko peleshi palikeda sare fondacionen ka i qerde akova shukar aktiviteti e maksimensar. A kale aktiviteteste isine shel maksimja sare kato komunitetja sar odova rom e me egjiptian, ili maksimja ka i isilen problemja to sastipe. I shukar butia kale fondacionenji isine ka i akale maksimja te avempes ma i shukar e vaver maksimencar ka i isi to gajikanipe amaredizate. Te lenem te dem po avlaripe sa artikultura ti tradita sare e komunitetenji amaredizate andi Korça. A kaledi vej sareo maksimja amaredizace ka qelen ka beshen em ka siklon jek qetaneste. Amaredizate o qedipe e maksimengo undili jek tradita ka jovela erbresh amaredizate andi Korça.